quajmë Naida Sanuqi, jam nxënëse në klasën e 11. Kam shkruar 3 nga poezitë që do të interpretoj. Për mua, poezia është shumë tepër se sa fjalë që tingëllojnë bukull që kanë ritëm. Ju ftojmë të ndiqni një nga momentet më të thella të tragjedisë Hamleti, dialogun e fuqishëm mes Hamletit dhe nënës së tij, Gertrudës. Hamlet, mos më fol më! Ti më kthen syt në vetë shpirtin tim dhe atje shoh canjolla të tilla të zeza, të cilave nuk u del boja. Jo, veç të rosh, në djersën e qelbur të një shtrati të lërosur, zhytur në dhunë, kënaqesh dhe bën dashuri në tharkun e ndyrë. Mos më fol më! Një mbret prej copash dhe andresh. Ti nuk sheh asgjë atje? Asgjë fare, megjithse të tëra sa janë i shoh. Dhe s'dëgjove asgjë? Asgjë veç fjalëve tonë. Koha kalon, e vitet s'ndalojnë. Dhe ti, ashtu si koha, vazhdo përpara. Një copë shpresës mbaj gjithmonë me vete. Derisa të tjerët argëtohen, unë mendoj se sa e shkurtër është kjo jetë. Më duket si kur po diqem. Një angth si pa imagjinueshëm dhe pyes veten. Sa dhimbje mund të dëroj një qenie njerëzore para se të çmendet? Para se të mbas kuptimin, para se të harroj, para se të zhduket, para se të dëshiroj një nga makabrat jetërsuese të dëshirave. Mos ekzistenca. Dikur dielli i thoshte hëna se e donte, por ajo kur nuk e besoi. Shpesh kalojmë pa menduar, jetojmë pa kuptuar. Këtu secili duhet të zgjedhë. Dhe unë zgjoj. Qetësi, një kupullim përroj, një cicëri me zbërë, një busqeshje, një pikloti që instrej në natyrë. Eja e merma dhe shpirtin, do të ta jap dhe këtë jetë, dhe kur shpirti do të përshpëris në vesh, do kuptosh çumbe në të vërtetë. Djajt mbi dhe që shqipen dun me cunguaran me fjet, i tuten dritë hanës e temjanit që hyt kanë shtruhe. Çdo poezi që dëgjuam ishte një copë zemre, një dritare drejt një shpirti, të një të riu që guxoi të flasë. Kjo është fuqia e artit, të na bashkojë në ndjenjë, të na bëjë të kuptojmë se jeta ka kuptim vetëm kur e ndajmë me të tjerët. Sot secili prej nesh mori diçka, një emocion, një frymëzim, një dëshirë për të krijuar. Le ta mbajmë gjallë këtë ndjesi, të mos ta lëmë poezinë të shuhet me duar trokitjet e kësaj klase. Le ta mbajmë në fjalët tona, në sytë tanë, në mënyrën si ndjejmë. Sepse poezia jeton në çdo moment që na bën të ndalemi dhe të themi sa bukur është të ndjesh. Gjitha lindin në një orë edukative, në fillim të muajit tetor, u dha shema të orës edukative dhe duke qenë se letërsia është muaji ynë dhe arritëm sot këtu. Unë mendoj që jemi një brez që jo vetëm ndjejmë dhe krijojmë kaq bukur, po mund t'i përcjellim me zërin ton të rinis, me zë të lartë po aq bukur sa i performuat edhe ju sot. Dhe unë ju falenderoj sepse keni vendosur sot një standard të ri.